Shikoni edhe këtu kam bërë njëtën gjë, kam vendos. Kjo është ajo që i japim ushqim, shurup ose i jep dhe ujë. Që ju thosha i mbyllim dhe ju vendosim ujë. Te kjo va vendos ujtin. Ja, kjo është kolonia që unë e kam ndarë. Që e keni pa me video në fjallë momentin që isha duke e ndarë. Kjo është, që ju thash është shumë e thjeshtë. Telefoni është larg, por dhe di se sa duket është me mizë goxha mirë. Unë i bëj ndarjet e vogla thjesht që mbretëresha të pranohet edhe pastaj e ndihmojnë prapë. Ja ta shohim edhe këtu. Ja. Këto tani mbledhin gjithë nektarin që e mbledhin këto e depozitojnë sepse nuk kanë pjelljet hapur për ta ushqyer. Kështu që këto mbledhin sa dush nga jashtë. Gjithë që e mbledhin e depozitojnë. Si që shikohet edhe këtu akoma nuk kanë ndalë gjitha bletët, këtu në fund janë qibukt, te do ja prishim. Ja dhe ki ka dy. I ka dy këtu. Kjo i ka vullosur, kjo do të thotë që ka mbi 9 ditë. Kjo është dhe korniza tjetër, edhe këtu se shihet kanë dalur blet, ka mjaftuar shumë blet. Edhe kjo është perfekt. Kjo është bosh, tani nuk e kanë vendosur ushqim. Se në moment që i mbyllin qibukun nuk ka nevojë t'i vendos ushqim, se mund të ketë ndonjë sël nga kolonitë e tjera që janë më të forta. Kështu që thjesht e mbyllin edhe presim pas datës 13 prill, 14 do i bëjmë një kontroll tjetër, edhe do të shohim prapë bashkë. Unë i kam kontrolluar shumicën, kur i lash një 3, që t'i shohim bashkë se si kanë shkuar, a kanë krijuar qibuk apo jo. Ta shohim edhe një tjetër. Këtu është tjetra. Edhe kjo është me 3 korniza. Si që i kam gushtu, i kam në vetëm një pjesë të vogël. Që të rije sa më ngrohtë. Sepse këtu ku i kam mundur, se koha është shumë e mirë, edhe natën është mbi 10 gradë. Si që shihet mizë ka mjaftueshëm. Edhe ushqim ka mjaftueshëm. Shohim kornizën e dytë. Edhe kjo është plot me mizë. Këtu në fund janë qibukt. Mashallah, shkoj sa ka bërë mbi 2 cm gjatë. Akoma nuk është vullosur. Shumë që kjo i bie të jetë dita e 7. Shumë mirë, mashallah. Shiko tani ku ka dalë pilli, ja kanë mbushur plot me nektar. Mashallah, shipe sa është qibuku. Shpesë duket nga dia, duket fiks atje në kamër sa i madh është. Aty duket më i vogël, duket nga sa shumë. Nëse edhe kjo është shumë mirë. Tani nuk do i hap më këto. Nëse do i hap mund të hedh pak ushqim. Edhe nuk ka nevojë për asgjë. Deri tani janë shumë mirë.
Atëherë mbyllim videon e radhës që do e bëj pasi t'jenë frekonduar ose kur t'kenë lidhur mbretëreshat. I kaloni mirë, shihemi me video tjetër. Që se keni ndonjë diçka që s'keni kuptuar nga video tjera, më shkruani në koment ose në Instagram që mund t'ju dërgoj mesazh edhe me zë ose video, mund të ndrojmë njëri tjetrin ndonjë mendim ose në diçka tjetër. T'ja kaloni mirë.